dashura me çoj letën punë. Mos e vandasme se ai do të përfumojnë me mu. E 7 zani jam këtu të prind. Thote, ku kam babën, se së vjen baba me marrë mu. Unë erdha për jetes këto, për me pas vajza i jetë ma të mirë. Po jënë qytë një nëllë dhe vajza s'kja. Një jënë fajtore. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, unë do hap dritaren për një nën, quhet Bedrie Mlike, nga Lezhë. Ai jeton vetëm me vajzën sepse u braktis nga partneri i saj. Ditën që u martua, bashorti, që qëndroi vetëm pak muaj, kishte një të dashur e cila tentoi të prishte dhe ditën e dasmës. Edhe pse ai u betua për martesën dhe dashurinë ndaj Bedries, qëndroi vetëm pak muaj, i la shtatzën dhe iku u arratis në Turqi me të dashurën, ku sot është martuar dhe ka krijuar familje. Të gjithë e ditin të humbur, vetëm pas shumë viteve u zbulua se ku jetonte bashorti i Bedrie Mlikes. Ndërkohë që nëna mori vajzën dhe u largua te prindrit e saj, vazhdoi jetën e saj, por babai asnjëherë nuk e njofi të bijën. Një histori e trisht që do vi sot këtu në live me Odetën, kështu që hap dritaren sepse zonja Bedrie është duke na pritur. Bedrie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Ju njeki gjithmonë zonja Odeta. Të falenderoj. Unë kisha problemin për pensionin e vajzës. Jam martuar në 98-ën. Po. Edhe në 94-shin ka që një herë pension, më la shtatzan, edhe iku me tjetren, ka familjen e veç. Ai ka jetën e ti, unë bëj jetën time me gocën. Po nuk më ka që mbas kësaj, nuk më ka që as një herë pension ushqimor. Vetëm një rrallë, 240.000 lek, në vitin 94. E dashu Bedria. Pastaj, që kam pas një dyqan në Shqipëri, edhe erdhi avokati me tha, nuk mund t'i tërheqi mata se ka ndru adresën. Ai me këtë që kishte marrë me i fjalë, gruan tjetër, ka shku në Istanbul. Kam majt një kohë prej Puket, kam kënë Puk e martu me unë. Ke qenë në Puk e martuar? Pa. Edhe nga Puka për një kohë këto kanë marrë shtëpi të dy me qiran në Tiranë. Nga Tirana kanë shku në Istanbul. Aty më thojnë s'kam pas mundësi se si me atërhek mi marrë këto lekë, si me mjek, që më kërkoshin të gjitha drejtse. E ishte pa mujton të gjeja. Edhe dje kam telefonu vajzën e tezës ti, më tha, nuk kam adres. Ato e kuptojnë se do të anojnë nga ai, jo nga anën ime. Por, ato janë detyrimet e gocës. Unë kërkoj da prej 1 vjeqe dhe 18 vjeqe. Vajza është 34 vjeqe sot. Nuk kërkoj dhe 31 vjeqe, dhe 34 vjeqe. Prej 1 vjeqe gjitha prapametuna dhe 8 muaj. E dashu Bedrie, më lijon të pyes? Po, është e drejta. Me pyesësh për tipën. Ju keni qenë e re kur jeni martuar me babain e vajzës në Puk? Po. Sa vjeç keni qenë atë kohë? Kam kënë 29 më duket, ma bën konto ati 91-shin ka lind vajza. Me 8 korrekt 91-shin. Në 91-shin? Në 89-ën jam martu. Ti u martove në Puk, po vetë ku jetoje në Puk? Pukjane jeni dhe ju? Jo, unë jam lezhjane. Nga Lezhë shkove nuse në Puk? Nuse në Puk. Në Puk, po ky nuk ishte kur në prezencë. Edhe atë natë nuse që kam shku, më thoshin kushrinat e tezët e këtyne e këti, kënajt me roje se do të me hymre me prish dasme në ajo. Po pse me kënë me elonë këtë kondicion, derisa ka kënë
aq i dashur me te, të merte atë, pse me ba dasër me... Nese, nuk kanë dakord të thoshin familja, e ti me marrë atë. E ishin dakord që familje me ne i shkonte. Nuk i një gjoj prind, shkojmë atë që deshti. Edhe shumë mirë ka plëcu dëshirën e ti, rrugën e ti. Po unë mu m'la shtatzan. Ua, po kjo është një fatkesi, se ty të shkatëruar jeta. Ti ke qenë e pafajshme. Ma ka shkatëru jetën, ma ka shkatëru. Po sa qëndrove? Ma ka shkatëru jetën, zonja Odeta. Sa qëndrove ti me burrin? Vajzë nuk e kam mirë me shëndet, e kam ka edhe të morë në mitër. Edhe kjo i shkaktoj edhe salute mentale. Por, a i si u sol me ty? A i të tregoj të vërtetën që kishte një tjetër histori dashurie? Jo, asnjëherë. Ajo e kishte emrin Mimoza. Vese thonë të kur përmend që unë motrën, se Mimoza e ka emrin edhe motra ime, po është atë që më pëlqen ky emër, Mimoza. Më pëlqen shumë. Por, sa muaj që... Edhe historinë e ti nuk ma ka diftu kërkush asnjëherë. Vetëm, ishte një javë para marteset, kishim ble mobilet e gjitha, isha me motrën unë, të shkuam në... Jo, ullë ky prej trenit, unë të shkuam në Shkodër, me motrën, po ai ullë me këtë të dashurën e ti. Dhe ti ishe aty? Po, ishim aty, unë edhe motra. Edhe i thëtë motra ime, mos e ki pasi këtë mendim, i thëtë, pse s'ke vazhdu me te? Kjo ka ble mobiljet, edhe jo martohet. Ti një javë përpara se të martoheshe, mësove që burri kishte një të dashur. Po. Por kur ti fole me burrin, çfarë të thënë? Me çoj letër, edhe kjo e dashura me çoj letër në punë. Kisha kolegët e punësor. Mos e ban dasmen, se ai do të përfunojnë me mu. Unë ja di për lërë, asaj, po, ja di për lërë. Po dasmen, që banen të shi? Baba jem, që ka në rujet, nuk është gjallë, shkoj me vlanë, bisedoj me te. Po? Pa mori letrën, edhe shkoj me këtë letër të aj. Edhe i ka thonë, ajo e ka bë këtë punë vetëm me prish punë. Unë do të bëj dasmen e do të vazhdoj jetën me Bedrien. Ka dal një mashtrus. Pra, mashtrus. Burri e ka mohuar. Ndaç me mu. Bedrie, ai e ka mohuar që kishte një të dashur babai tënd dhe ka pranuar dasmë që do martohesh me ju. Po. Por çfarë ndodhi pas dasme? Pas dasme? Po. Nuk vite në shtëpi, më thoshin pleqt. E ama jati më doshin shumë. Rri me ne këtu, ai do të kthëhet ndoshta një ditë. Edhe majta një kohë, po me i fjalë, ai nuk u kthy vetëm kur më thanë që nuk kthëhet më, se ai ka marrë një tjetër, edhe ashtu jetu me atë tjetërën. Dhe morën prind më saj, se doshin me majtë pleqt. Se është e dhimbshme. I thanë prind e mi, na kina martu kur i shoqi nuk ashtë në shtëpi. Një në keq, unë vajzën do të amarrë të këta në shtëpi. E 7 zonë jam këtuj të prind. E dashu Bedrie, në momenti që burri iku, nuk të komunikoj asgjë, a i të la 7 zanë, të la tek prindrit e ti ishe me vjerën dhe me vjerin dhe a i iku dhe nuk u kthye më. Nuk të tha asgjë? Po, jo, si gjë. Asa mi a gjallë, unë bile thoshe njerëzit që mos ashtë mytë në ndetë, të shku në Itali me punue, a i kishtë shku ishte gjallë, kishtë shku në Stamol me këtë. Wow! Edhe prind bile qashin, të thoshin mas ashtë i myton. Pra, a i ishte një person i humbur, u zhduk, mori të dashurën dhe iku në Stamboll. Në Stamboll, e aty është. Nga i moment dhe deri më sot. E dashur Bedrie, baba i erdhi dhe të mori dhe bëri shumë mirë se ai të kishte braktisur. Ti mbete 7 zën me të dhe vajte 7 zën tek shtëpia e prindërve. Por si vazhdoi më pas jeta jote? Se erdhi në jetë vajza, divorci u krye. Divorcin e bëna unë e më ngeqtë ti.
Ai nuk u prezentu. Dhe 2001-2002 nuk më kujtohet precizo. Me fjalë shkova unë. E bara se doshin edhe letrat këto që vajza figurarën me fjalë. Me mu. Edhe jefshin që i takote 130 euro si minorene. Pra, gjykata, se duat ma përcaktosh mirë këtë gjë, gjykata, kur u realizua divorci, vendosi që kujdestaria e vajzës të kalonte ty, ndërsa babai kishte një detyrim ujor, 130 euro të pagonte për vajzën. Jo, 240.000 e kishte mujore naj. 220.000. Po. Por, Dhe as ka dhe një orar të shkruam aty, as a prezentu kur me pa vajzen, unë se kam nalu kur. Ka pas orarin e vetë, vitet atakote, po ja lajnë fajin, njerëzit e saj, ja lajnë fajin të shoqes, nuk e lene shoqja. O tashi, i thash, pardje kam polën me vajzën e tezës saj. Që ta hajnë pensionin e gocës e shoqja me tjatin, i takon ajo që i takon gocës, do ta haj goca pensionin. E dashu Bedrie, dua të pyes dhe të më shpjegosh ditën e sotme, nga momenti që erdhi në jetë vajza, që quhet Armela, mos gaboj. Po, Armela Durra. Babai nuk ka ardhur kur ta takoj? As një herë, as edhe një herë. Po pse vajza nuk e njeh fare babain? Jo, nuk e njeh. As vajza babain, as babai vajzen. E ka kërkuar vajza babain? E ka kërkuar. Edhe unë kisha një dyqan aty në Lesh, dhe një kushri daja i shburit tem. Po. E ndigjote të thonë, i lirë, e kërkonte. Edhe thonte, a do më këput shpirtin kjo vajzë, do ta marrim e ta qojmë herë në Tiranë, se ishte në Tiranë kë, e shpi me qiraj. Në Tiranë. Edhe bashkë me një kushrin tonë, me fjalë, si nga ana tyne, si nga ana e jonë, e mori e qoj kja. A i ka ik nga shpia, s'ka pranu, e shoqe e ka prit, ka majt me gocen. Dhe çfarë i ka thënë? Asi gja, vetëm keni ardhë me mprish me burë, kur ka që vajzën. I ka thënë, keni ardhë me mprish me burë, i ka thënë asaj zojtës. Gjevahire, edhe aja ka në rujet, nuk është gjallë. Gjevahires, i ka thënë, keni ardhë me mprish me burë. Edhe bile nuk ishte përgjigj mirë kësaj. Edhe më tha kisha frikë, tha kja plaka, me majtë shumë, se e ka për nervat këtë shoqen, edhe aj nuk ka ardhë hyq me taku vajzën, veç ka shkuj ka pira ki në një lokal. E ka mohuar, i bie? Po. Por ata kanë bërë fëmijë bashkë të dy? Po, kanë 2 fëmijë. 2 vajza, që e kërkoshin goca, vajzën me folë. Se janë motra për babaj? Po, edhe unë i thoshe, flitni që janë motra tuja. Janë motra tuja. Po kjo, me fjalë, me gjesin, Allah i kujtohet sote, zonja Odeta, Allah. A i s'ka pranu me mpa, edhe këshuja ka këthy përgjigjen. Po jo me mamë, leni se nuk ka pranu, nështë edhe afrohet, në përmjet këtyne afrohet me të pa, me të njoftë. Jo, kur së më kërkon a i mu direkt, a i duhet me më kërku mu direkt. Jo vajzat, edhe kjo i ka këthy përgjigjen, që kur së njaf babe, nuk du me jo njoftë asju. A i duhet me më kërku mu. E kuptoj, dhe nuk ka refuzuar që të flasë. Edhe kjo, nuk ka pranu me fjalë me motrat, po që ka kërku kur, asë edhe një herë. Por me familjen e babajt, me xhaxhallar, halla, kushrin e babajt, e kanë kërkuar vajzën, bëhet? Vajzën e kërkote me fjalë, vishin edhe në shtëpia babës, ku isha unë, që kisha lindë me fjalë,
Po. Erdhi e ama, par, e jati. Edhe motra vinte disa herë. Asë gjë me fjalë, ato ishin njerëz shumë të mirë, nuk kam gjatë që të flas për ata, më kanë dashur shumë. Si nuse. Kam respekt gjithmonë, e më vjen keq se nuk janë edhe në jetë ato pleq. Ish vjeri dhe ish vjera. Ish vjera e vjeri, edhe kam pas respekt shumë, edhe e kam dashur shumë. Po mërti se novi kyçi, iku me fjalë, po me raportet me pleq kanë kënë shumë të mira. Por, ajo që më dhimbse në gjithë histori, padyshim që jeni ju Bedrije që sa je martuar burrit ka braktisur dhe të ka shkatëruar jetën, por edhe vajza jote që është mohuar nga babai dhe besoj që është lënduar shumë Armela me gestin e babait. Po, edhe në shkollë bile, prej shkollët që unë isha lidhën shumë as dyqanit, urzante nga një herë në rrugë, më bitë në susja, më thote është rëzua në rrugë, edhe më këput shpirtin, thote, pse? Ku kam babën unë? Direkt në susje, se ku kam babën, se më vjen baba me marrë mu, si vinë këto tek në zancit, që vinë printe e tjerë, e fëmijëve tjerë. Edhe unë i thoshe ka shku me punu. Do të vi, i shtu i thoshe vajso, ka shku me punu. Pastaj kur u rrit me fjalë, ja spjegova historinë gjithë. Ajo e di të vërtetën. E di tashmë të vërtetën e jetës tënde dhe të babait të saj. Po, tjetër e di. E dashur Bedrije. Edhe kjo i vunë edhe shpirtnisht. Se kur e shef një fëmijë që i vunë nana, e vërtet. dhe mos që i vunë edhe fëmija. Kur e shef që nana vunë, vuj edhe ma shumë për ekonomi, se s'm ka hetë ekonomia kur. Ke qenë vetme. Shkoj jam 26 vjet në Itali. Njerëzit blejnë vilat e blejnë asho. Unë në vajza ka kene trishtume me fjalë. Edhe gocës këtu nuk ju pri marë me fjalë. Njofti një polic, e bani me ba një aborto. Edhe vajza një thuj dashurie jo të mirë. Edhe tje bombe mas bombes në trupin tem. Vetëm nuk më shef gjatë për jashtë. Se jam krejtë dërmume, shkatërume, zonja vdeka. Edhe sidomos kjo e gocës tashi, mu më ka hell poshtë. Kretë. Me kry një sekëri. Edhe më thanë këtu në Itali ka po morë. Do të bëjnë një pastrim, po kjo ka frikë dhe nuk e banë atë me fjalë pastrimin. Të marrë, po kjo ja ka vënë të shqetësimet mentale, se 2014 bani këtë dështimin. Kësa i fillunen, që filloj psikiatrin kjo, në 2015. Prej në 2015, vajzës e qoshen punë, nuk e mashin. I mërshën telefon, pse duhet me kenë ma shkaft. Punote kamajere, nuk i kujtohen, i thamë banë për 2 pjata, tavolinen për 2 persona, e bate për 3-4, nuk ishte koncentrume. Edhe nuk punon. Edhe e kam qutë të bahir masere vizite të psikiatra. Edhe e qune në komision, i kanë banë 26%. Si është sot shëndet? Po, ka drejt me punu 3-4 orë. Ka bë provë një punë 3-4 orë. Po. Dhe një universitet, faleminderit që e qunen, paktën me pasi lek për vete. Po, edhe aty kishte harru datyr hapt, datyr të mbylluna. Se nuk ashte koncentrume. Nuk i bëj aposto, mamthet, nuk i bëj që du mi ba, po i harraj, nuk më kujtohet. Pra, vajza ka përapërsisht 10 vite që ka shfaqur këto probleme të shëndetit mendor, por sot si është? Çfarë i ka thënë mjekët? Mjekët asë gja, i kanë vënë da ilaqe, po vazhdon ato ilaqet e psikiatrisë,
Dhe me këto ilaçe, nuk e di, tash kena një apuntament me 31, me 30, nuk kujtohet e kam shkruar në kalendar, në kuzhinë. Po. Për kolokjo, për një punë. Po tash nuk e di. Kjo thet jam e lodhur, nuk jam për punë. Po provoj edhe herë me mami, thamon, për ty që sa të më dhej mami sytë, ke mamin që të ne më. Po nesër kur s'jam unë. E qartë një lek të kupton. Kesh. Sa për me hangër bukë. E dashu Bedrie, vajzën e ka braktisur i dashuri dhe kjo ka ndikuar akoma më shumë në gjendjen e saj psikologjike, mbi gjitha që ka bërë dhe një abort. Por ai e braktisi kur ka ndodhur ngjarja? Ngjarja ka ndodhur në 2014. Ai e la e braktisi. Shtatzën. E la shtatzën. Unë fakt me të thënë drejten, e shkova me basë e kisha një makinë këto. E shfoshin goma, e gërdhishin, e në dzezat, tu e gjujt me suzina, e shkova me ba një denunqë atë une, të policia. Po. Unë aty, kë police, më thëtë më lenë një fotokopje të gocës, ishim të dyja na. I thash për të latë teme se e jemi ashtë, makina është në emën temë. Vajza është papa temë. Jo, do të gocës, furbo kë. Do të gocës. Unë pa më rinë shpi në autobus, i bjen telefonit kë, sa kishim dale. E qartë. I thetë, Armela, hajde bisedojmë për atë problem. Edhe, më thetë mama, të shkojmë, thetë mu, po thuj i thash, të vinë dhe mami. E thetë goca, a të vinë dhe mami? Jo, vetëm ti, hajde. E kuptoj. Dhe ka shku vajza, i thash i shodha i gjithë të probleme, se dhe me këto goma këshoj me makinë, probleme mas problemesh. Edhe vetëm vajzat vinë, shkoj vajza, ka shku me te, a s'ka problem, s'ka diskutu hyq për këtë problem, vetëm për dashni, për amore. Në ke pëlqy, ke sytë e bukra, ke ventlat e bukra, ke trupin e bukur, du me të majtë për gru. Atë nati ka thonë kështu, që ataku. E du me më prezentu edhe me nanën tame. E mu më tha jeni vetëm ja dyja, po i thash vetëm na dyja jena. Edhe du me më prezentu. Edhe erdhi edhe në shpi, unë thash gjana serioze, zonja Odeta. E qartë, e kuptoj. Erdhi në shpi, mu prezentu, një fat do të zgjidhte edhe kja. Edhe erdhi këto. Unë e du për tani jetën, me fjallë do të përfundoj me gocën tame. Po mirë, kur jeni ju në dakord, unë synë mes. Jam e knaqën edhe unë, kur ju jeni të knaqën. Edhe, atë dit i thamë unë, ti erdhe të shenë shpi, po du me më qua dhe mund të familja jote me më prezentu. Po, që të njifje njerëzit e ti. Njifësha njerëzit. Jo, asë edhe një herë ishte nga Napoli kë, punote këtu në Kueston Siena Policë. Ku jetoj e ti? Saverio D'Alterio. Punon të këto. Edhe nuk pranoj për me shku atje. Në Napoli. Napoli. As gocën se ka qua si herë. Asë herë. Sa qëndruan bashk? Bashk, një vjetë kështu për gjithmonë i thote jam me shërbim atje, këtu, jam Milano me shërbim, e unë e shifsha, Odeta në Siena, i thoshe gocës, mam e ke këtu, a i të mashtron, mam thote mua, dhe me mbo me Elana, atje kam mjull gojën Odeta, si kam thonë gjasi herë ma, dhe kam pa një vajzë të hypë në makinë, me atë, e thash hypi një vajzë me te, kur ty të thët jam Milano, e jam në Romë. Sa ti thash, bile kam kënë edhe i rast tjetër me vajzë, e pavi edhe vetë vajza. Mu nuk më besoj, kur vetë e pavi vajza, atëherë i mylli telefonin vajza. Momenti që e pavi telefonin, kur e pavi vetë për sytë e veta.
Se mu nuk më besote. Në atë kohë që i mbylli telefonin dhe vendosi të ndaheshe, ishte shtatzën vajza. Me dështim. E qartë, por qa ironie, Bedrije, ajo që të ndodhi ty me burrin... Shkëm djalo deta, unë ardha për jetesh këto, për me pas vajza i jetë ma të mirë. Po janë që të një nëllë dhe vajza s'kja. Sigur e myta vetë me dorë të mija që prona kështo, nuk e di, një më fajtore. E dashu Bedrije, ti ke dhënë maksimumin për vajzën, kështu që mos mendoj që ke gabuar ti. Në këto histori dashurie ndodh ka dhe ndarje. Fatkeqësi për vajzën tënde që ai ishte një person që e mashtroi, më mirë që u nda se sa të jetonte dhe të martoheshe me një njeri të padenj. Ashtu është. Jo, po e kishte tjetërën ai. Këtu rrinë, propju kur rrimë nanë pajeza, unë plasa me në rrua dhe në shpijet, se s'mund të shafon një vajza. Vjeni tu për para, banë këshu vrap, si bojnë këta me kalu, me majtë trupin a qa bajnë, me majtë trupin formë. E tu, para për gjereve për ditë, kam shku me kërku edhe me në rruvëm, mu hek për kësaj shpije, me shku i shpi tjetër. Një zonë tjetër. Po, no, se jam rezidence këtu, më thojnë nuk e drejt me i për kësaj rezidence. Vetëm një... E qartë, e kuptova. E dashu Bedrije... Si lagje. Unë për lagje, rrito. Po jam, që kam se në raj. E dashu Bedrije, ti ke shumë vite që jeton në Itali, dua të të pyes për jetën tënde, pasi u ndave me burrin e parë, ti nuk u martove më? Jo, nuk jam martu më. Por pse e dënove kaq rënd veten tënde? Po, pse o deta kisha vajzen, të përzisha fëmijë tjere, sot pa janë me një babe, me një nanë, s'po shkojnë dakord. Jo të përzishe, me noshe gjithmonë për vajzen e kam pas në shpirtën në zemër. Gjithmonë derisa të më dhe sytë, vetëm për gocën. Ajo ishte jeta jeme, fryma jeme, që ma shton jetën. Nuk kam fjalë, me nohë këto gjana, po nohin gjithmonë të njeriu i drejtë që shafon. Dhe të besoj që ke vuajtur shumë, ke bërë edhe rolin e nënës dhe rolin e babait tek vajza. Po. Edhe kur isha vajzë, ishim 8 fëmijë. Kam punu me i fjalë edhe për ato, edhe për vete, për si ka kenë atëherë, ashtu ka kenë me i fjalë. E bashkë, po me i fjalë e kam kalu mirë, shumë. Që më pasa si gra prej tyne. Faleminderit që ka arë baba, e më ka marë në shpi. Të kam që unë si shkëm gjendje me pagu qira. Aja kishte marrë një lesh me qira, punësisha. Aja si ishte atë qira gjia do të lekt. Ku ti mersha unë? Unë kisha mësaj një dyqan. Që punove në dyqan, aty afër të muzeumi mora një dhomë, ku leshe mallin, edhe fleshe aty, e pagusha zojës një 60.000 eurosh. 60 euro. 60 euro, Po. 60.000 lek në muj. Edhe, pastaj, ka dal me ko, unë bleva një shtëpi. Bravo. Bleva një shtëpi, se vëllezërit do martoheshin, me noshe, probleme do të vishin. Bleva një shtëpi në Lesh, e kam shtëpinë. Edhe, për mos me ju bërë ramë, kërkuj, se jam më gjithmonë me forcat e mia, të më kalon Zoti shma e dersa të mrejnë fryma. E që prap vazhdoj. Edhe këtu të ashti nuk ka shumë, ku më qojnë fjallë, hajde se ta shpërthy shtëpia. Wow, pse? Edhe këtë tash, edhe këtë tjetërën, kanë hyje, kanë vjallë. Të kanë vjedhur banesën që ke në Shqipëri në Lesh? Po, kisha dhe bijuteri, 3 milion euro i kisha lanë aty. 3 milion. Me fjallë unë punoshe këtu, merë që pensionin Shqipëni e i Leshe. Me fjallë aty, 3 milion. Bedrije, po pse i ke lënë lekët në shtëpi?
Pse si le lekët në bank? Më të sigurta në bank janë. Po si isha për bankun, zonja Odeta. Unë thoshe, hajt, ato I hargjoj atje, këtu që punoj, edhe dosha mi marë. Më thote vajza se e shifte se nuk dalin këto. Ma më pëjlojnë se sa të kemi hargjoj, thash. I hargjoj gjitha. I kishe si kursime që I kishe lënë në Shqipëri? I kisha në një ark, kështu kursimit e kisha blej një të kuqe. Edhe kam shku, kam bë denoncimin, erdhen atë ditë ato, të policisë lesht. Po. Moren ato gishtat e që janë, banen ato provat që janë këto. Po detat e po të qaj fotët, po, mi po, kanë hynë shtëpia tjera, thoshin këta. Po si ta kanë bë ty këto, një gazino kështu, lam. Bile shkova, se para javet kam kënë në Shqipni une, për këtë qeshtje, edhe më tha, polici lagjes, e kishin hekat që ka kënë, që janë shpërthy 6-7 shtëpia Odeta, jo vetëm e jemja. Po, që kanë vjetur. Ma këtë polici lagjes, që bani thoshe une? 6-7 shtëpia, e mos merrni masa? Edhe 2 shtëpia tjera mas vjedhjes shpërthimit shtëpisë. Ishin në polic, një tjetër. Më tha mu, ajo është, njekin a kapta, po a është I shtëpisë tane? A është I familje në shtëpisë tjetër, nuk e dim, thate. Pra, kishin kapur? I thasha duhet ta dini jo, se gjë unë ai dute. Pra, Unë pas e lidhë zote më të fortë se guri. Zikë thamë. Policia e kishte gjetur një hajdut, por nuk e kishte zbuluar nëse kishte vjedhur shtëpinë tënde apo të komshinëve. Po. Shtëpinë ta kishin shkatruar. Edhe më tha kështu, më tha, ti ato lek, tha, nuk I shef ma me sy. Goca I tha, unë du lek, unë kam nevoj për lek. A në qose bërë, tha, do të bëj dënimin. Unë I tha, goca, du bijuteri, du roba që më kanë vjell, du malin që edhe lekt. Kacaporten me dokumenta gjitha që ishin mërëm. Më vjen keq, sinqerisht Bedrije, që të pas kanë vjedhur në Shqipëri, por... Nuk e di zonja Odeta, nuk e di që të them, nuk e di. E dashu Bedrije... Që janë halët e mija inshallah, shënëjtin e vajzës, që edhe kjo me të marrë inshallah o Zot. Sa... Ma shpërblen Zoti me një gëzim të madh, nuk e di se... E kolon shumë as dorët vetin, për një pastrim, ka pas nevoj me ba, qysh në 2014 e thoshin doktorat. Nuk e di pse e ka me frikë. Edhe në Shqipëri e qova të ashti, I thonin ke nevoj për pastrim. Nuk një gjën e ka me frikë. Ashtë më falo Odeta se jena femna, ka gjithmonë perdita, disangua, kullime gjakut, I ka pana lejtë këto. E po kjo është serioza, duhet patjetër që të vizitohet dhe të ndjeki këshillat e mjekut. E mjekut, po si gjithi njekim ku kena nevoj, shqyqyr që janë mjekët. Nëna jeme vjene vizitohet në Itali nga Shqipëria. Na jena në Itali edhe kjo edhe në Shqipëri kena mjekë shumë të mirë. Patjetër, e kuptoj. I tham bile, në qovë se ki frikë këtu, po shkëm Shqipëni, e qova ka stile në Shqipëni, edhe atje ka frikë. Ashtë vetëm se ka frikë, nuk e ti. Po me rjetën e saj, në qafë edhe mu. Ma pare mota e re, 34 vjeqe. Nuk e di, unë zonja Odeta nuk di që me tonë, këto janë havat e mija. Unë kisha dash për me një mu gocen për një atë pension. Dhe ndalemi pak këtu. E dashu Bedrije. Për një vjeqe dhe në 8 majt, në qose I takon. E dashu Bedrije, në momentin që ti u divorcove, pse nuk ju drejtove zyrave përkatëse që ti merri ato para që në kohën e duhur? Dhe pse le kaq vite kohë dhe të kujtohesh tani që ti marrësh në këto momente? Pse nuk I mori që në kohën e duhur ato para? Po qysh më patar dhe avokatit, ta nuk gjindën personi. Ku ta mjekëshe unë, zonja Odeta? Ku ta mjekëshe? Ose erdhe në Itali, në 2002, erdhe në Itali. Kur shkoshe kam shku kam ba dhe një kërkes në 2005, më tha është me vones. Prëv kam shku një zyre, është me vones, nuk takon. Edhe tash ishim ka shku vajzat e një avokat,
Po. E ka thënë është me bonec. E dashu Bedrie, ti ke kaq shumë vite që je ndarë, nuk ke mundur do të flasësh me ish partnerin tënd në për rrjete sociale, që t'ja kërkosh këto para vet. S'ka më shku se nuk më ka lënë edhe ekonomia, zonja Odeta. S'kisha lek, unë edhe sot hanë në Caritas. Nimat që japin këtu, në Itali. Kuptoj. Më lidhe një pension, pensionin që bana moshën tash i 67 vjeçe, 485 euro, po dhe këta ku m'dalin. Ku m'dalin. E dashur Bedrie, Në Caritas për kryt vajzë. sinqerisht më vjen shumë keq. E dashur Bedrie, nëse ish burri juaj, babai i Armelës, do na ndiqte, çfarë mesazhi do t'i përcjellje ti sot? Ish burri do t'i jepja. Jam e gëzume që ki marrë atë që ki dasht. E falenderoj. Se ndoshta kishin shku ma me shumë fëmijë, ma keq punët. E falenderoj. Po du pensionin ushqimor nga 1 deri 18 vjeçe që i takon gocës. Ka çka mon. Edhe t'vi se ka qef të takoj gocën, nga unë nuk ka se dhe një penjes nuk ka pas kur. As kur ka kene vogël që ka lind, as kur ka jetë me kante veta, s'ka pas asi penjesaj. Ai s'ka dosh me njek vetë, edhe vajzat nuk i ka interesu me mam, puna jem asi her ati. Ai s'ka dosh me ditë për i gotë ujë. Unë uroj dhe shpresoj dashur Bedrie që zëri juaj të dëgjohet dhe ai ta marrë këtë mesazh dhe të reagojë, të ndërgjegjësohet. Nëse ka një pasuri, ta di që ka 3 vajza dhe ajo të ndahet në mënyrë të barabartë, se është Armela. Duket, 2 a 3 nuk e di. Mosha ka bëllë 3, 2 e di one. Të kuptoj. 2 e di që ka. Ka gjithmonë plus një vajzë. Me gocën time. Por gjithmonë plus një vajzë, sepse ka qenë Armela ajo që ka bërë për herë të parë baba atë. Po 3, po. Ne do mbetemi 3 me gocën time, po. Ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Forca, mos u dorëzo, ke vuajtur shumë dhe ke ditur t'ja dalësh. Të përqafoj, të puth nga Tirana dhe uroj që të zgjidhet sa më shpejt e gjithë kjo situatë me të cilën ti ndodhesh. Faleminderit shumë, zonja Odeta, kam respekt shumë, gjithashtu edhe unë për ju. Ju respektoj shumë, edhe ju njeki gjithmonë me mision, gjithmonë. Të falenderoj zemër. Faleminderit. Përshëndet edhe Armela. Armela, përshëndetje. Faleminderit. Armela zemër, si je? Mirë. Vetëm të them diçka? Po. Të lutem, shko te doktori. Do shkoj. Është shumë e rëndësishme shëndeti, kështu që të lutem shko te doktori dhe të bësh të gjitha ato që të thot doktori. Edhe unë shpesher shkoj te doktori për problemet që kam. Jemi njerëz dhe sigurisht Po, do të shkoj. mirë, të përqafoj zemër. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim zonja Odeta. Mirupafshim Bedrie. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Ju uroj shëndet. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni këtu në live me Odetën. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.